Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi e konsideroi si skandaloze dhe të papranueshme deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović, e cila u shpreh se po të kishte qenë në vend të Miloševićit, do të kishte kryer pastrim etnik në Kosovë. Në konferencën e mbajtur për mediat, Nufi vuri në dukje se çdo përkrahje dhe heshtje përballë një deklarate të tillë është po aq vrastare. Është e papranueshme çfarë lloj deklarate që lidhet me kombin, me pastrime etnike. Çdo retorikë e kësaj natyre është e papranueshme, është e dënueshme dhe është ndërë në gjithë atyre që kanë kurriz ta denoncojnë e të distancohen për saj. Kjo është qëndrimi jon i prerë, çdo lloj përkrahje apo çdo lloj heshtje përballë një deklarate të tillë është po aq vrastare. Deklarata e ministrit Nufi erdhi në një konferencë përshtyp me gazetarët ku paraqiti pozicionin e Shqipërisë dhe investimet në fushën e mbrojtjes në kuadër të riorganizimit të aleancës së NATO-s 3.0 dhe përgatitjeve për samitin e Tiranës 2027. Sikurse shpreh qartazi edhe një herë vlerësimin dhe rolin e Shqipërisë si një aleate e besueshme dhe e përgjegjshme brenda aleancës, si të kontribuese në sigurinë kolektive për atë pozicion që ne kemi për të fituar në hapësirën euroatlantike. Koha dhe dallat ku do mbahet samiti i radhës do të përcaktohet nga vetë aleanca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë për eventet për masave të tilla ndërkombëtare, si dhe rolin e saj si faktor stabiliteti në rajonet dhe më gjerë. Ekonomi. 2 ditë në javë qytetarët në Shqipëri do të kenë mundësi të kenë një takim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë së Trajtimit të Pronave për çështjet e kompensimit dhe njohjes së pronësisë. Në këtë mënyrë, sipas ministrit të Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu, qytetarëve do t'u përmirësohet shërbimi në trajtimin e problemeve të pronësisë. Të gjithë juve që keni probleme me Agjencinë e Trajtimit të Pronave, pra me kthimin e pronave dhe kompensimin e pronave, çdo të mërkur, drejtori i përgjithshëm me të gjithë stafin përkatës, me drejtorin përkatës, ju pret për çështje të kompensimit, çdo të mërkur. Sot, ndërsa ne flasim, po ndodh kjo gjë dhe çdo të enjte për njohjet e pronësisë. Krahas asaj, ministri Gogu paralajmëroi kthimin e burgut të Shënkollit në Lezhë, në institucion të shëndetit mendor. Ministri i Drejtësisë në një konferencë përshtyp paralajmëroi se ndryshimi i destinacionit të objektit për trajtimin e të dënuarve me probleme mendore do të marrë disa vite. Gjithashtu një nga sfidat me cilët ne do ndeshemi dhe do t'ju raportojmë në vimësi do të jetë gjendja e të dënuarve të cilët kanë edhe një vendim gjykate për sa i përket shëndetit mendor. Pra janë të paaftë mendërisht dhe për këtë arsye megjithëse janë të dënuar, ata duhet të trajtohen si të pamundur fizikisht. Dhe e kam fjalën për Shënkollin, që sot është institucion i ekzekutimit dënimit penal, pra sot është burg, por ne po punojmë, kemi një plan që po e zbatojmë dhe do të jetë institucion i shëndetit mendor. Ishte ministri Toni Gogu. 10 paga mujore bruto, pension familjar suplementar dhe bursa të plota arsimore për fëmijët si dhe punësimi me prioritet për familjarët të policit të rënë në krye të detyrës. Gjithashtu bashkëshortja e policit që humb jetën në krye të detyrës dhe fëmijët e tij do të përfitojnë banesa falas dhe pronat e konfiskuara nga krimi organizuar. Këto janë shpërblimet që kanë vendosur Këshilli i Ministrave për familjet e policëve që vriten ose plagosen në krye të detyrës. Vendimi është bërë publik nga ministri i Mbrojtjes Besfor Llamallari. Por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi është dhe banesat falas për familjarët e duke përfshirë bashkëshortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye të detyrës, të cilët përfitojnë banesa të ndërtuara nga enti kombëtar i banesave apo ato që vijnë nga zbatimi i projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesa të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administrohen nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë i Shqipërisë Enea Karakaçi gjatë inspektimeve në portin e Durrësit konfirmoi se edhe për këtë vit pritet i njëjti fluks pasagjerësh sikurse një vit më parë. Në vitin 2025 në Port Durrësit janë përpunuar rreth 800.000 pasagjerë. Ne mendojmë që do kemi të njëjtën numër edhe këtë vit. Është e rëndësishme gjithë zbatimi me përpikëmëri, gjithë planet e masave që autoriteti portuali Durrësit, por edhe drejtoria përgjithshme detare kanë marrë, pasi detyra jonë Liburn është të bëjmë sa më të thjeshtë hyrjen në Shqipëri të turistave, të shqiptarëve që duan të vizitojnë familjarët e tyre dhe që vijnë nga larg. Gjatë vizitës ai shoqëroi dhe nga drejtori i portit të Durrësit Liburn Aliu. Ai garantoi marrjen e masave në përballim në situatës. I bie dyfishim edhe i personelit të cilët merren, i kemi rreth 30 pika, të cilët në cilat procesohen të gjithë udhëtarët dhe automjetet, nga të cilat 10 janë tek udhëtarët këtu, ndërsa 20 janë tek automjetet jashtë,
Po ashtu janë marrë masat gjitha tjerë për punën e mirëmbajtjes të terminalit nga brenda dhe deri tani nga kjo mënyrë organizimit po përsohet gjithçka në mënyrë shumë të shpejtë dhe të rregullt. Karakaçi dhe Aliu theksuan se zbatimi i planit të masave mbetet kyç për të garantuar një proces sa më të shpejtë dhe të rregullt për të gjithë pasagerët që hyjnë në vend përmes portit të Durrësit. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit në Shqipëri garanton sigurinë në përpunimin e pasagerëve në aeroportin Nën Tereza. Gjatë inspektimit të zbatimit të planit të masave në kulmin e sezonit turistik, Skënder Hita informoi mbi përballimin e përpunimit deri në 56.000 pasagerëve në ditë. Për sa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gatet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gateve. Drejtori i përgjithshëm i doganave, Besmir Beja, vlerësoi se administrata doganore është angazhuar për të garantuar lëvizjen sa më të shpejtë të qytetarëve pa cënuar kontrollet e nevojshme për çdo mall që hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, si në sektorin e pasagerëve, ashtu dhe në atë të kargos. Të dyja shërbimet, qoftë ai policor, qoftë ai doganor, janë në funksionim 24 orësh për të përgjigjur këtij fluksi të shtuar. Drejtoria e përgjithshme e doganave është angazhuar për të garantuar lëvizje sa më të shpejtë të çdo qytetari nëpërmjet kësaj pike qytetare, por nga ana tjetër të kontrollojmë me kujdes çdo mall që hyn në Republikën e Shqipërisë, qoftë nëpërmjet pasagerëve, pra sektorit të pasagerëve. Një elektricist ndron jetë në krye të detyrës gjatë stuhisë së ditës së martë në Shqipëri, ndërsa 3 persona të tjerë rezultojnë të lënduar. Ngjarja ndodhi në zonën e Imarës. 54 vjeçari Bashkim Boçi nga Elbasani ishte pjesë e grupit të punës të ngritur për sezonin e verës. Për ngjarjen reagoi dhe Ministri i Energjisë Enea Karakaçi. Të lënduarit janë plagosur nga thyrja e xhameve të atomjeteve të dëmtuara nga rrëzimi i një pishe pranë stadiumit. Njëri prej tyre është goditur nga degët e një peme ndërsa este në motor. Stuhia rrëzoi pemë të shumta në bulevardin e Sarandës dhe shëtitorin e Ksamilit, të cilat janë hequr gjatë natës. Në Vlorë rrëzuan pemë dhe shkaktuan dëme në lokalet përgjatë lungëmarrjes. Disa zona kanë pasur probleme me energjinë elektrike. Rekord punësime të huajsh në Shqipëri, deri në qershor 2026 arriti në mbi 22.000 shtetas, nga 18.000 që ishte numri i tyre në dhjetor 2025. Nga totali i tyre të pajisur me leje unike nga punëmarrësit janë 20.000 shtetas të huaj dhe 2.000 të regjistruar me leje unike si të vetë punësuar. Numrin e të huajve të pajisur me leje unike nga punëmarrësit e kryesojnë shtetasit nga Filipinet, India dhe Egjipti. Italianët dhe shtetasit e Kosovës vijojnë të kryesojnë vetë punësimin. Shqipëria mbetet vendi me peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqim në raport me ekonominë. Mbeten pas vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë rajonit. Për Kosovën nuk ka të dhëna. Në vitin 2025 shqiptarët shpenzuan për ushqime një shumë të barabartë me 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto, që do të thotë se rreth 1/5 e gjithë ekonomisë përdoret vetëm për blerjen e produkteve ushqimore. Në rajon pas Shqipërisë renditet Malezi me 19.9% prodhimit të brendshëm bruto të shpenzuar për ushqime, pasuar nga Bosnja dhe Hercegovina me 19.1% dhe Maqedonia e Veriut me 17.9%. Serbia regjistron një nivel dukshëm më të ulët me 12.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Raporti thekson se pesha kaq e lartë e shpenzimeve për ushqim tregon se familjet shqiptare vazhdojnë të shpenzojnë pjesën më të madhe të ardhurave për nevojat bazë, ndryshe nga vendet me ekonomi më të zhvilluar, ku një pjesë e madhe e buxhetit familjar shkon për arsim, shëndetësi, transport, kulturë dhe argëtim. Qeveria shqiptare miraton ngritjen e pikave të përbashkëta kufitare me Maqedoninë e Veriut, pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe synon të vendosë një kuadër të ri për menaxhimin e kufirit shtetëror dypalësh. Vendimi qeveritar i habruk procedurës parlamentare, ku marrëveshja do t'i nënshtrohet diskutimit dhe miratimit nga ligjvënësit. Zbatimi në terren i kësaj marrëveshje do të fillojë vetëm pasi të përmbyllet i gjithë procesi legjislativ në parlament. Javën e ardhshme pritet të merret vendimi për pjesëmarrjen e Shqipërisë në misionin ndërkombëtar në Gaza, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi gjatë një komunikimi me gazetarët sqaroi hapat që do të ndiqen për dërgimin e ushtarëve shqiptar. Shqipëria ka marrë një angazhim dhe angazhimi lidhet kryesisht me faktin që ne do dërgojmë oficerë shtabi në shtabin e forcës ndërkombëtare stabilizuese, ashtu siç ne kemi marrë një angazhim tek bordi i paqes. Shqipëria do të jetë pjesë e këtyre trupave. Kemi bërë një mision, misioni pra shqyrtimi territorit rrethanave kushteve në Gaza. Pas atij misioni ne do të dërgojmë oficerët e shtabit që do bëjnë pjesë e forcës ndërkombëtare, e shtabit e forcës ndërkombëtare stabilizuese. Me dërgimin e këtyre forcave, pra këtyre oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuese, do bëhet vlerësimi dhe për angazhimin e trupave konkret. Aty do jemi në gjendje pastaj të specifikojmë sa trupa do dërgohen dhe ku do dërgohen specifikisht dhe kush do të jetë misioni konkret që ata do të zhvillojnë.
Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë vlerësoi se bashkëpunimi mes shoqërisë Scajo dhe kompanisë italiane Fincantieri, një prej kompanive më të mëdha në botë për ndërtimin e anijeve, përbën një hap të rëndësishëm në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve detare në Shqipëri. Ministri Nufi deklaroi se marrëveshja me Fincantierin do të gjenerojë rreth 500 vende pune në kantierin e Pashalimani, duke krijuar mundësi të reja punësimi dhe zhvillimi për zonën. Gjithashtu ministri Nufi u ndalë tek hapja e shkollës ndërkombëtare të fluturimit në Shqipëri, e cila sipas tij përbën një tjetër investim strategjik për të ardhmen dhe një hap të rëndësishëm në transformimin dhe modernizimin e forcës ajrore. Në kantierin e Pashalimanit, ndërsa bashkëpunimi i fundit të nënshkruar me shoqërisë Scajo, shoqërisë Fincantieri dhe shkollës mesme pavarësia në Vlorë garanton trajnimin e të rinjve të rejave në qytetin e Vlorës, në mënyrë që ata të jenë burimi njerëzor i parë për punën që të ndodhin në kantierin e Pashalimanit. Po në këtë ofrim, hapja e shkollës ndërkombëtare të fluturimit është një tjetër investim strategjik për të ardhmen. Ajo përfaqëson një hap dhe një vlerë të transformimit dhe modernizimit të forcës ajrore, duke krijuar mundësinë që ne të kemi trajnimin e pilotëve këtu në Republikën e Shqipërisë dhe ata të jenë të pajisur për të kryer operacione komplekse në ajër. Politik. Tensioni para Kuvendit të Shqipërisë, vendimi i protestuesve për të hequr gardën metalik para parlamentit për të përçarë kordonin e sigurisë, shënoi dhe përplasin e parë me policinë. Më pas, forcat e rendit janë goditur me vezë, domate dhe bidonat, edhe pse janë bërë thirrje për të mos sulmuar policinë. Forcat e rendit kanë përdorur ujin për shpërndarjen e protestuesve. Ata janë përpjekur të bllokojnë qarkullimin e automjeteve në rrugën Elbasanit, duke dalë përpara makinave dhe duke thërritur "Bashkohuni me ne, fikni makinat". Është dashur edhe këtu ndërhyrje e forcave të rendit për të rikthyer qarkullimin. Kryeministri Edi Rama mbron paketën e maleve, një prej projekteve të qeverisë për të ardhur në ndihmë zhvillimit të turizmit në zonat malore. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare sqaroi edhe një herë nismën, ndërsa nuk munguan kritikat për qasjen e protestuesve ndaj këtij projekti. Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqenie. Kjo është paketa e maleve. Dhe këto janë argumentat dhe faktet. Zhurma, llafet dhe akuzat, shpifjet, sharjet, vetëm mjegullojnë sytë atyre që merren me to apo zhyten në to. Paketa e maleve do të jetë një histori e madhe suksesi e Shqipërisë dhe shqiptarëve për të bërë Zvicrën e vogël të Blertës. Kujtojmë se prej 52 ditësh Tirana dhe jo vetëm është përfshirë nga protestat masive ku kërkohet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe anullimi i disa ligjeve, mes tyre paketa e maleve dhe ajo investimeve strategjike. Ta falenderoj Kim Mehmetin, jo vetëm që solli nifin për të folë, por ka qenë edhe pjesëmarrës në protest, e mbështetës i kësaj proteste prej ditëve të para. Pas paraqitjes të ambientet e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje në lidhje me dosjen Partizani, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se në dokumentin që la në SPAK kishte shkruar mesazhin "Drejtësia vonon por nuk haron". Ai akuzoi ish drejtuesin e SPAK Altin Dumane si avokat të narkoshtetit. Berisha vijoi akuzat e institucioneve të drejtësisë duke pretenduar se prej të paktën një vit i mbahen sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas tij kanë udhëtuar me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba. Arka dhe thas dhe arka plot dhe për plot narko-euro. Me një fjalë, institucioni ishte tërësisht i pushtuar nga parat e drogës. Prandaj dhe prej të paktën një viti mbahen sekret emrat e 2 apo 3 zyrtarëve të nivelit më të lartë që udhëtuan bashkë me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba. Opozita parlamentare në Shqipëri akuzon kryeministrin Edi Rama se po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë të lidhura me krimin. Deputetja demokrate Albana Vokshi njoftoi se do të rikthejë kërkesën për ngritjen një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter. Jam këtu për të kërkuar në emër të Partisë Demokratike 1. Sqarim publik nga kryeministri Edi Rama për deklaratat e bëra nga eurodeputeti Çek. 2. Nisjen e hetimit të SPAK në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, bashkëpunim të plotë të institucioneve shqiptare me autoritetet europiane
dhe dua të njoftoj rikthimin e kërkesës për komision hetimor parlamentar mbi udhëtimet me charter të kryeministrit Rama. Në një deklaratë për mediat, Vokshi u referua qëndrimeve të eurodeputetit të Parlamentit Evropian Tomas Deshovski. Eurodeputeti ngriti shqetësime për korrupsionin dhe funksionimin e institucioneve në Shqipëri pas një misioni fakt mbledhës të Komisionit për Kontrollin e Buxhetit të Parlamentit Evropian. Korrupsion i përhapur dhe i rrënjosur në të gjithë sektorët. Lidhje e qeverisë me krimin e organizuar. Prokurime me vonesa kronike në infrastrukturë. Presion politik mbi organet mbikëqyrëse, ndjekje e dobët gjyqësore, marginalizim i shoqërisë civile, keq përdorim i fondeve të Bashkimit Evropian. Partia Demokratike në Shqipëri kërkon anullimin e menjëhershëm të kontratës koncesionare 35 vjeçare për aksin Milot-Balltren, duke ngritur akuza për përfshirjen e një kompanie pjesë e konsorciumit fitues në një hetim të SPAK-ut. Nënkryetari i PD-s Belind Kolliçi në një deklaratë për mediat ngriti pikpyetje mbi procedurën e dhënies së koncesionit me vlerë fillestare rreth 365 milion euro, duke pretenduar se fitimi garantuar nga kontrata mund të arrijë në rreth 1 miliard euro. Nënkryetari i PD-s ngriti akuza se kjo kompani ka lidhje me persona në hetim për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, duke kërkuar që autoritetet të verifikojnë përfshirjen e saj në projektin e infrastrukturës. Zëdhënësi antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli akuzon kryeministrin Edi Rama lidhur me financimin e ekspozitave artistike. Në një deklaratë për mediat, Vangjeli ka pretenduar se ndërsa qytetarët shqiptar përballen me rritje të kostos së jetesës, taksa më të larta dhe vështirësi ekonomike, kryeministri vijon të prezantojë punët e tij artistike në disa prej galerive dhe aktiviteteve më të njohura ndërkombëtare. Sipas saj, vetëm kostot e përdorimit të hapësirave ekspozuese në 2 ekspozitat e fundit mund të arrijnë 100.000 euro. Ndërsa shqiptarët përballen me varfëri, me taksa gjithnjë më të larta dhe një kosto jetese që rritet çdo ditë, kryeministri Edi Rama vijon të ekspozojë punët e tij artistike në galeritë më prestigjioze të botës. Ekspozita Crystallizing e zhvilluar këtë vit në Berlin nga data 1 maj deri 27 qershor, zgjati 58 ditë. Po ashtu, ekspozita personale në Paris nga 8 qershori deri 26 korrik, zgjati 49 ditë. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.